Përshëndetje të dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Duket se përplasje dhe duket se aspiratat për të marrë kreun e Partisë Demokratike apo lufta e brendshme duket se nuk po mbaron. Tashmë një prej zërave të cilët janë më të fortë në Partinë Demokratike, e cila ka qenë mbështetëse kryesore në hapat e para të Sali Berishës, por si pasaj, pasi zoti Berisha shkeli premtimet e dhëna, nuk i ngeli veç rrugë tjetër për të kthyer kundër dhe për të folur për demokratizimin e partisë, për të folur për problemet reale që ka Partia Demokratike dhe çfarë po ndodh realisht në atë parti. Kam kënaqësinë të kem në studio avokaten Alesia Balliu. Alesia, përshëndetje. Faleminderit për ftesën, Ermal. Alesia, do doja ta nisi më njëherë për të marrë një koment. Duket sikur është rizjedhja e nënt Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike, si e pe këtë proces, duke qenë se je dhe vetë një ish kandidate, dhe doja të ndjeja edhe çfarë ju kanë thënë demokratët për këtë zgjedhje, duke qenë se dhe ju keni mbështetësit tuaj. Tani, për t'ju korrigjuar Ermal, për mos profesionalitetit që ju tashmë dihet që e keni, është farsë, nuk është zgjedhje. Në moment që është zgjedhje, do të thotë që ka disa kandidatë ngarë dhe pa diskutim që demokratët votojnë për të zgjedhurin e tyre me votë. Në momentin që gara nuk ekziston, jemi përballë një farse e cila pa diskutim është bërë dhe është stisur nga uzurpuesi i Partisë Demokratike që është Sali Berisha. Alesia, në qoftë se ne flasim për të farsë, çfarë ju kanë thënë demokratët për këto zgjedhje? Ju njiheni për faktin që keni zonën tuaj Elbasanit, qarkun e Elbasanit, edhe në Tiranë jeni shumë prezente. Çfarë ju kanë thënë demokratët në Tiranë dhe në Elbasan, po marrë këto dy zona që keni pasur dhe karrierën tuaj politike më të evidentuar? Pa diskutim që mungesa në votime demokratëve në mënyrë masive është një mesazh në vetvete që nuk janë dakord me farsën e Sali Berishës dhe nuk janë dakord me uzurpimin që Sali Berisha po i bën Partisë Demokratike për të mbrojtur interesat personale dhe familjare. Përballë këtij fakti, unë pa diskutim kam qenë dhe kam folur vetëm për të vërtetën. E vërteta ime ka qenë e vërteta e çdo zërit atyre demokratëve të cilët nuk janë dëgjuar, të atyre demokratëve që e ndjejnë veten të papërfaqësuar dhe atyre demokratëve që e ndjejnë veten të përdorur. Unë kam folur një të vërtet, kam thënë që Partinë Demokratike sot e komandon kryetari nën hije që është Shkëlzen Berisha, që është djali i Sali Berishës, i cili bën pazaren kurriz demokratëve, ndërkohë që i biri doktorit pasurohet, demokratët varfërohen. Në momentin që opozita ka 13 vite në opozit, i biri doktorit shumë fishon pasurinë, demokratët ngelin varfëri. Unë kam folur për një garë ndershme, nuk kam kërkuar ofish, kam kërkuar garë, kam kërkuar parime, kam kërkuar transparencë, kam kërkuar votë. Ndërkohë Sali Berisha e mban këtë parti të uzurpuar dhe e mban në një rreth të ngushtë klanit familjar duke mos lejuar garën, mendimin ndryshe. Dua të kujtoj tutë ju një element rëndësishëm demokracisë që është mendimi ndryshe, që është themeli i çdo demokracie në çdo vend të Europës. Dhe pa diskutim këtu mungon, sepse zëri ndryshe Sali Berisha o e përjashton si rasti im, ose e vetë përjashton si rasti i zotit Saliani. Në fakt, Alesia, qofse që ndrojmë të zhvillime, unë e preka pak në fillim. Zoti Berisha nuk mbajti asnjë premtim nga ato që dha nga foltorja deri më sot që flasim. Ju njiheni si një mbështetës e tij në hapat e para. Unë e suportova Sali Berishën se besova te premtimet që dha për bashkimin e demokratëve, për rrëzimin e Ramës për 6 muaj, që do ta sillte Partinë Demokratike në pushtet, që demokratët do zgjidhnin pa diskutim deputetët. Dhe në rastin e Elbasanit nuk ndodhi, se si rasti i zotit Sulës që u la jashtë, si rasti im që isha një ndër 3 gratë më të votuara në qarkun e Elbasanit, u lam jashtë, do të thotë që Sali Berisha nuk ishte burr, por ishte burracak i cili nuk mbajti dot premtimet me të cilat ai erdhin foltore. Duke mos mbajtur këto premtime, duke mos respektuar statutin që propozoi dhe votoi vetë nga 5.000 antarë dhe pa diskutim 10.000 antarë dhe 5.000 delegatë Partisë Demokratike, kur Sali Berisha nuk e respektoi, do të thotë që Sali Berisha nuk është i aftë qeverisi jo
Partinë Demokratike, po as Shqipëri nesër, sepse siç po drejtohet Partia Demokratike sot, nuk duhet drejtohet Shqipëria nesër. Kjo ka shumë kuptim. Sepse këtu këtu është çështje modeli, është çështje korrupsioni, është çështje e garës, është çështje si çokat e kryetarit premiohen dhe fituesit lihen jashtë gare. Këtu e kam fjalën për Qani Xhafën, për Hysen Kadiun, për Darsulën, për shumë individ tjerë që dolën fituese gjatë primareve dhe ky zotëri la jashtë vetëm për shkak të çokave personale që kryetari kishte. Unë jam kundra këtij modeli. Unë luftën garën e bëj për parimet të cilat besoj, e bëj për demokracinë, e bëj për Shqipërinë, e bëj për demokratët, e bëj për shqiptarët, nuk e bëj për post personal. Unë jam e gatshme që nesër ti bashkohem çdo kujt i cili ka të njëjtat parime me mua, pa pasur një interes për post personal. Lesja, juve ju kanë sulmuar dhe ju kanë akuzuar sikur nuk jeni demokrate. Tani unë vi nga familje ish të persekutuar ish politik. Ilir Balliu ka qenë kryetari i Partisë Demokratike Degës Elbasan dhe familja Balliu ka një kontribut të shmuar në qytetin Elbasan. Unë vi nga familje djathtë, me ADN të djathtë, nuk kam si mos jem e djathtë. Fakti që nuk jam në një linjë me Sali Berishën, i cili është në njëjtën linjë me Enver Hoxhën, Ramet Paz dhe me Ramiz Alin, kjo nuk më bën mua më pak demokrate. Unë jam më shumë demokrate se Sali Berisha, i cili sot është censurimi i fjalës lirë, censurimi i garës, censurimi i mendimit ndryshe, por mbi të gjitha është garanti kryesor i pushtetit Edi Ramës. Nëse sot Edi Rama është në pushtet, është vetëm se ka garantuesin e tij kryesor që quhet Sali Berisha. Garantuesi Edi Ramës pushtetës Sali Berisha? Po. Deklarat shumë e fortë kjo. Kjo është e vërteta. Ndo të bësh armisht, thot Luteri, thuaj të vërtetën. Dhe në këtë rast unë po them të vërtetën jo vetëm për ju këtu në këtë intervistë, po për gjithë demokratët. Garantuesi kryesor i pushtetit Ramës quhet Sali Berisha. Të gjithë ato demokratë që sot e ndjekin nga detyrimi, jo nga bindja që Sali Berisha nesër i sjell në pushtet. Nga detyrimi? Po, sepse asnjë sot që flasim, që është pa pagesë, nuk mund të artikuloj me zë dhe figurë që Sali Berisha nesër vjen në pushtet dhe Sali Berisha nesër e bën Partinë Demokratike forcë parë, forcë fituese. Dhe unë pa diskutim luftoj për këto parime që formacionin cilin unë kam kontribuar 12 vite tjetë një formacion i cili ngjalli shpresë, ngjalli frymë dhe tjetë fitues. Jo tjetë një informacion i cili tjetë në pozitë përjetshme. Në fakt, Alesja, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, edhe këtu dua t'ju pyes edhe si një vajzë e re, mund të ndjeni çështje ndjesie frike, sepse duket sikur gjithë janë kundër vend tashmë, dhe nuk them gjithë, them kupola politike e Partisë Demokratike. Unë nuk kam frikë nga dështakët as nga e vërteta. Unë pa diskutim që për të vërtetën po luftoj, këtë luftë pa e bëj për parimet në cilat unë jam edukuar, besoj dhe mbi të gjitha e bëj për shqiptarët, e bëj që nesër të kenë një opozit fort, një opozit që t'i shërbej jo vetëm demokratëve, por t'i shërbej qytetarëve të Republikës Shqipërisë dhe nesër t'jetë alternativë për të mundur narko-regjimin e Ramës dhe t'jetë alternativë qeverisëse. Me të vërtetën, unë pa diskutim nuk bëj kompromis, por mbi të gjitha unë nuk kam frikë. Është një pyetje shumë njerëzore që bëhet. Në përgjithësi, vetë zoti Berisha ka qenë shumë i ashpër me kundërshtarët e vet. Në anën tjetër, unë doja të pyesja pak, ditën e sotme Saliani ka treguar nga qyteti i Durrësit që sipas zotit Saliani vetëm 250 a 290 demokrat kanë votuar, ndryshe sa është dhënë që ka qenë një shifër gati 10 fisha. Zoti Saliani ka vërtetuar një të vërtet me fakte, me video, se sa demokratë realisht kanë votuar në qytetin e Durrësit, por mbi të gjitha ka dhënë provën reale se si manipulohen zgjedhjet në Partinë Demokratike dhe se si frika e autokratit Berisha sa vjen e rritet dhe duke ditur që ka nisur etapën e fillimit fundit të në Partinë Demokratike, nuk lejoi garën dhe mendimin ndryshe. Lisja, vetë zoti Berisha ditën e djeshme tha që një miku im 95 vjeçar u bë kryeministër. Ju e shikoni të mundshme që zoti Berisha t'i kaloj gjithë to kapërcime edhe të arrijë dhe ai të bëhet kryeministër i vendit? E shikon të mundshme?
Unë ju di për gazetarë serioz. Po tani serioz janë, po do të pyes se tani ç'të bëj gazetari, mos të pyesi. Po pyeta vetëm do thonë, po pyet ç'a do Alezja, po s'pyeta për Berishën. Tani gazetari ky është serioz që pyet për gjitha. Patjetër, po pyetja nuk më duk serioze, kështu që më provokoi të qeshura. Tani nëse ju besoni vërtet, unë mendoj që përgjigjen ja u dhash. Unë ja u dhash pak minuta më parë që ju thash që ato që ndjekin sot e ndjekin nga detyrimi, jo nga bindja se Sali Berisha i sjell në pushtet. Nuk ka shqiptar sot që nuk e di që me Sali Berishën Partia Demokratike nuk fiton kurrë dhe nuk ka shqiptar prapë që nuk e di që garantuesi kryesor i pushtetit Ramës ka vetëm një emër dhe është Sali Berisha. Alesja, në qoftë se qëndrojmë në këto linja, të ka bërë përshtypje fakti që asnjë nga kancelaritë europiane nuk i ka bërë akoma një urim zotit Berisha dhe pyetja tjetër që dua të bëj. Do më bën të abie kundërta. Po, pyetja tjetër që dua të bëj që lidhet përsëri në këtë analizë. Në për Tiranë qarkullojnë fjalët që zotit Berisha do ishet non grata. Qarkulluan që do hiqet para 2 javësh. Ermal, çdo të martë bëhet fjalë që zotit Berisha i hishet non grata nga Selia Blu. E Marta e shendësht ajo që ne shkojmë kisht Laçit. Çdo të martë vinë këto fjalë nga Selia Blu. Nuk ka rëndësi hishet apo jo non grata Sali Berishës. Non grata Sali Berishës ja ka vënë shteti shqiptar në 2013-2025. Kaq mjafton që Sali Berisha të bëj plaçka dhe të shkojnë në shtëpinë e vet, shijoj pensionin dhe pa diskutim ta lëj Partinë Demokratike të riformatohet, të demokratizohet, por mbi gjitha të jetë alternativë serioze për të mundur kundërshtarin nesër. Dhe kjo është një thirrje që unë e bëj nga zemra. Pastaj i hiqet si hiqet non grata, kjo është një çështje personale e tij, që nëse i hiqet është fitore personale private për të, por kjo nuk ndikon te Partia Demokratike. Edhe po të hiqet nesër. Edhe nëse i hiqet Sali Berisha nuk e sjell dot në pushtet Partinë Demokratike. Ky është fakt. Alesja, në anën tjetër, doja një koment të shkurtër edhe për faktin, ju e prekët pak që do t'ju bënde abin qofse do të kishte reagim nga ambasadat për zotin Berisha. Për fakti që askush nuk po reagon, a është kjo një lajm i keq për Partinë Demokratike? Jo, nuk është lajm i keq për PD-n, PD-ja nuk ka probleme as me drejtsinë as me ndërkombëtarët. Ky është lajm i keq për Didziun Sali, i cili ka damkën e zezë nga SBA-ja dhe nga Britania Madhe, që ka damkën e korrupsionit, damkën e non gratës, damkën individuale dhe jo damkën e përgjithshme që ju mund të përfshini gjithë kupolën e Partisë Demokratike apo Partinë Demokratike. Partia Demokratike nuk ka probleme as me institucionet e drejtësisë, as me ndërkombëtarët. Problemet i ka vetëm një emër i cili quhet Sali Berisha. Lecia, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, duket sikur edhe ju nuk po ndaloni edhe pse procesi që zoti Berisha u zgjodh. Është farsa, Ermal, lutem se nuk dua të korrigjoj se e di shumë mirë që ju jeni ata thonë është proces referendum thonë. Tani nuk ka referendum statut, se ju jeni një gazetar i përgatitur dhe i mirë informuar në djenin time. Kështu që referendumi te statuti nuk ekziston. As lejimi i zotit Berisha për garim për herë të tretë në Partinë Demokratike nuk ekziston. Kjo është një dëshirë personale, kështu që ta trajtojmë si tillë, ta trajtojmë si farsë, ta trajtojmë si uzurpim, por mos e normalizojmë, të lutem, sepse aty ju bëni gabim, me profesionin tuaj bëni gabim edhe tek publiku, tek mesazhi që doni të transmetoni, sepse është disinformim pastaj. Dhe unë këtë nuk e lejoj të paktën për sa kohë jam unë këtë studio. Kjo është një farsë antiligjore, antistatut i Partisë Demokratike, që bëhet në konform të interesit personal familjes Berisha dhe që bëhet për të mbrojtur pasurinë e familjes Berisha dhe klanin e ngushtë të saj. Alesja, unë kam parë që ju nuk keni stopuar kundrejt reagimeve të zotit Berisha. Do të vazhdoj betejë juaj për Partinë Demokratike dhe për të arritur atë qëllim, duket se jeni disa individ të cilët po vazhdoni. Si do të shkoj kjo betejë? A do stoponi para zotit Berisha? Ju i thoni farsë, unë i them referendum. Jo, nuk mund t'i thoni referendum, sepse nuk ekziston te statuti, unë ju ftoj ta lexoni. Se jeni profesionist dhe besoj tek profesionalizmi juaj. Nga ana tjetër, pa diskutim që betejë do vazhdoj jo për zotin Berisha, por për vërtetën, për kauzën, por mbi gjitha për shqiptarët dhe për demokratët.
Dhe kjo është më e madhe se vetë emri Sali Berishës, se vetë garantuesi i pushtetit Ramës sot. Çfarë pritet, dhe këtu dua një koment tuaj, duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zgjedhur një ish general i cili në fakt ka jo vetëm një profil të hekurt, por duket se ai tashmë do të vi ambasador në Shqipëri. E shikon si një zgjedhje strategjike të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e shikon si një lajm të keq për Ramën, për Berishën. E shoh si një lajm pozitiv për gjithë shqiptarët, për sa kohë një ndër deklaratat e tij ishte që SPAK-u nuk do prekesh edhe do kishte gjithë suportin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është komenti im lidhje me këtë. E shikon si lajm shumë të Si mirë një për lajm shqiptarët. pozitiv për gjithë shqiptarinë. Fakti që SPAK-u nuk do preket, përsëri do Patjetër, duhet pasi të që dyja palët janë të interesuara që SPAK-u të preket, si Majtas dhe Djastas, dhe për sa kohë Ramës i duhet oksigjen, Sali Berisha është i gatshëm t'ia japi në çdo moment. do doja ndaloja edhe pak tek pjesa e generalit amerikan. Mendoni që do të tremben Rama, Berisha, apo kushdo aktor tjetër politik nga ardhja e tij? Mendoni se do t'i japi një suport më të Unë madh mendoj që të SPAK-ut? dy janë të trembur nga vota masive shqiptarëve, cilët janë të pakënaqur me të dyja palët, si Majtas dhe Djastas. Dhe pa diskutim të dy po e kuptojnë që koha e tyre politike ka përfunduar. Ramës mund t'i rëndojmë më pak, Berishës më shumë, pasi ka vite që i mundon demokratët për interesat e dëbirit e të familjes të tij. Do doja të qëndronim edhe disa minuta, Alesia, duke qenë se edhe për shkak të agjendës dhe për shkak të ngarkesave edhe angazhimeve tuaja, dua një koment si e shikon të ardhmen e Partisë Demokratike në këtë pikë. Duket sikur gjithë ata që janë të djathtë, duket sikur nuk kanë një shpresë se çfarë do ndodhë. Jo, e ke gabim, sepse të djathtët kanë shpresë, përsa komitingjet dhe zotit Saliani janë full të mbushur me demokratë. Përsa kohë demokratët janë rebeluar, përsa kohë demokratët reagojnë dhe përsa kohë demokratët duan të hyjnë betejë me Sali Berishën. Ishte Sali Berisha i cili kishte frikën e 3 kandidatëve në këtë garë, 3 kandidatëve që ishin realisht kundërshtar këtij, me të mirat dhe të këqijat e veta, që këtu fuz veten time, Ervin Salianin dhe zonjën Kokalarit, cilët realisht ishim kundërshtar real Sali Berishës, jo kundërshtar të futur në garë. Kështu që përsa ku ai u trëm garës, me të tre do të thotë që ai është më i dobët se kurrë dhe ka humbur besimin te demokratët, ka humbur legitimitetin për drejtuar PD-n, ka humbur besimin që nesër me Sali Berishën Partia Demokratike mund të vinë pushtet, por mbi të gjitha Sali Berisha ka humbur burrërinë e tij. Alesia, edhe një pyetje të fundit. Mendoni që tashmë Sali Berisha, duke qenë se do zgjedhë ekipin e tij të ri, paktën kështu flitet, mendoni se mund ta bëj kurban Flamur Nokën numrin 2? Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, pasi procesi i zgjedhjes kryetarit ishte farës, çdo proces që vijon mbas tij është farsë. Në këtë proces Në këtë proces që është farsë nuk mund diskutohet farsa mbas farsa. Kështu që farsa është farsa parë, dhe kur ky kryetar zgjidhet në kundërshtim me ligjet e statutit, në kundërshtim me antarët e Partisë Demokratike, kundërshtim me garën, me meritokracinë, nuk mund të ketë proces as kryesia, as Këshillit Kombëtar, as sekretariati që mund zgjidhet në konform të interesit demokratëve dhe të shqiptarëve. Ai do zgjidhet në konform të interesave të kryetarit. Se ishet një flamur dhe vjen një flamur tjetër, nuk dua të ndalem tek emrat, është e njëjta gjë. Është çështje flamurash. Kështu që për mua është çështje farse. Nga një farsë do kalojmë te tjetra. Unë jam për demokraci, për zgjedhje të brendshme, për zgjedhje reale dhe për zgjidhje konkrete. Kam edhe një Jo për farsën e radhës familjes Berisha. Kam dhe një interes të fundit para se ta mbyllim emisionin. Ju në përmedje qarkullonin lajme të cilat ju i keni shkruar përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Do kem takime së shpejti dhe në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës me konservator, me individ djathtë, cilët duan të japin kontribut, por mbi të gjitha duan
një Shqipëri më të mirë, me të ardhme pa diskutim, pro ndërkombëtare dhe jo të izoluar siç është aktualisht Partia Demokratike. Lesja Balliu së shpejti ne shikojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në takime për të folur për Partinë Demokratike. Pa diskutim. Dhe në betejën e radhës me Sali Berishën, pasi është vetëm fillimi. Nuk më stopon mos kandidimi im për kryetarit Partisë Demokratike. Beteja ime është për parimet, beteja Sali Berishës është për të mbrojtur familjen. Kjo është diferenca. Lesja, unë falenderoj shumë për kohën tuaj. Ju falenderoj dhe unë. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndjek live këtu në Antena Televizion, duke falenderuar secilin për ju që bën subscribe, është shpërndarë nëpër diasporë, por edhe nëpër Shqipëri, do të jemi pak më shumë aktiv në fakt me intervista dhe me ngjarjet më të fundit për të komentuar zhvillimet më të fundit se çfarë po ndodh. Mos u largoni nga Antena Televizion, nga unë Ermal Peçi, do të shihemi përsëri mbi zhvillime më të fundit në javën që vjen. Do të kemi një format cilit do të vijë së shpejti edhe tek ju në disa risi të ndryshme dhe do të shihemi përsëri. Nga unë Ermal Peçi, natën e mirë dhe mirupafshim.